Dhe mos e aktheni shpinën njëri tjetrit. Ton po fjalos, mos me fol njëri mbi tjetrin, s'bën kështu, e ndaluar është. Muslimani në esencë e ka të lejuar, nëse ka një mos pajtim me një musliman. Nëse ka ndonjë, për shembull, konflikt me të, edhe është i prekur në zemër. Edhe e ka lëndu, për shembull kushtimisht, 3 ditë me majtë i natë, si foli. Mas 3 ditë du të mi fol. E ki të lume 3 ditë me majtë i natë. Mas i në njerës duhet të ka pak me qëfri vetë ani që 3 ditë, ma shumë zbanë. Nuk banë, në senës, o la të da baru, mos e këthani shpinë një të ditë, po përshëndetuni e falni. Shikaj, shtami, jo, përshamë njerët, ju një dhuk përshamë pa lidhje, apo. E di shë, 1 vjet, 2 vjet, s'lasën më, për çka u lopë? Me folë, 3 ditë, okej, maja. Po tanë, t'i kini farë 5 mis, sot i folë një menjere se t'gjush, më ka ani, 3 ditë. Mas 3 ditë me folë, përveç në situatat veçanta, kur dikush ka bo një me gabim të madhë, lëshim të madhë, edhe s'përmirësohet, e tash ti autoritet, nëse si flet, ai preket, ndikohet, si mas edukative ndaj tij, po lejohet një autoritet me marrë masat e dikujt për më përmirësu.